Sot, udhkryqi në të cilin e ka vendosur regjimi Shqipërinë, po bëhet gjithnjë e më i rrezikshëm. Po bëhet më i rrezikshëm se kur më parë. Edi Rama, pas faktimit, pas dokumentimit të implikimit të tij direkt në një mori aferash korruptive, në dosjen Balluku dhe jo vetëm, pas faktimit dhe dokumentimit se Akshi është kopshti privat, në fakt është grope e zezë e lindave të Ramës dhe vetë ati vendosi, siç e dini, në një akt të pashembull t'i mbyll dyert drejtësisë, të hedh në kosh kërkesën për arrestimin e Lubi Ballukut, duke qenë i bindur se do t'ishte radha direkt e tij, mbasi dosja Balluku në mbi 60% ishte vetëm dosja Rama. E njëjta gjë Akshi. Mirlinda e tij e gjor që jeton me ka 4 vila, po jeton në një apartament me qera, nuk është gjë tjetër, vetëm prestënomi i gjysmës së tij më të mirë, lindës së Surrenit. Mbasi Akshi, në Aksh familja, në këtë agjensi publike, familja e tij ka grabitur qindra milion euro nëpërmjet famozit Baxhanak Armand Frangu. Të dy këto dosje, siç jeni ndjeni, janë tashmë dosje ndërkombëtare. Janë të depozituara në të gjitha kancelaritë e mëdha të Europës dhe të botës. Për të shpëtuar lëkurën e tij, dhe miq duhet ta kemi të qartë, shqiptarët duhet ta dinë, se diktatorët dhe narkodiktatorët, për të shpëtuar lëkurën, janë të aftë të nërmarin çdo vendim. Nuk njohin asnjë interes tjetër përveç interesit të vetë. Kështu që, pavarësisht nga paralajmërimet e hapura ndërkombëtare, që mori dhe të përsëritura, që mori ai përdori 83 mandatet e krimit për t'i mbyllur dyert institucionit akuzës për qeveritarët dhe afër tij dhe familjarët e tij. Me këtë akt të pa shoq në ndonjë vend
që aspiron integrimin në Bashkimin Evropian me këtë sfidë të hapur që a ju bëri qytetarëve shqiptarë, duke ju provuar se vjedhjet e tij nuk mund të dënohen, nuk mund të gjykohen. Ai krijoi apo solli, si më thanë, një blokim të një raporti në Komisionin Evropian, që është raporti i barë, raporti i standardeve, por është një raport i ndërmjet, nuk është një raport përfundimtar, një raport i ndërmjet. Dhe e vërteta është se me gjithë 5 shqyrtime, ky raport për Shqipërinë ka mbetur në klasë. Me gjithë telefonatat e tij, mund të them që po t'i mbledhni janë 10 orë me zyrtarë europian dhe zyrtarë të institucioneve ndërkombëtare, ai nuk ka arritur përkundrazi numri i vendeve të cilat kanë kundërshtuar votimin e këtij raporti ka ardhur në rritje, dhe jo vetëm kaq, por dhe numri i çështjeve që vendet kanë ngritur për Shqipërinë ka ardhur gjithnjë në rritje. Ndërkohë, po në funksion të lëkurës së tij, ai ka bërë lëvizjen tjetër, së bashku me serbomadhin Aleksandar Vučić, kanë bërë një letër Bashkimit Evropian, në të cilën që të dy, për interesat të tyre kriminale dhe jo të popujve të tyre, shpallin se ata nuk kërkojnë një antarësim të plot në Bashkimin Evropian, por një lloj tjetër integrimi, vetëm marrëveshje tregtare dhe lëvizje të lirë. Gjë e cila është një ndëshkim i vërtet për shqiptarët, por është dhe një akt antikombëtar. Në mënyrë të përsëritur nga 2013 gjeri sot, Edi Rama i del në krah Aleksandar Vučićit, i cili është i akuzuar për genocid në Bosnjë, për safarin Sarajev, i cili është një ultranacionalist i verbër midis Gjorgjeviçit dhe Miloševićit. Armik i egër i Kosovës, po së bashku me Ramën, dhe të cilit Edi Rama, sa po erdhin pushtet gjersot, i ka bërë shërbimet më të çmuara. Me qëndrimet e tij antishqiptare dhe spiralin që hapi, me Ballkanin e hapur dhe ndryshimin e kufive, a e paraqiti atë para botës si njeri konstruktiv dhe udhëheqjen politike të Kosovës si destruktive dhe bllokuese. Nga dele e zezë në Ballkan e ktheu në një good guy me cilin merresh vesh, një njeri i cili ka vetëm një synim Serbinë e Madhe.